call center, kishin hap call center, Forex, po, Në cilin shtet? Dhe kush lozë të aty? kurdo, Kush komandon Në të aty? cilin shtet e kishin? komandonte Altin Troplini. Komandonte Altin Troplini. Dështuan operacionin 2 vjeçar. Nuk e dështuan plotësisht, se nuk arritën, por dekonspiruan operacionin 2 vjeçar të një grupi gazetar shketimor ndër më të shkëlqyrit në Europë. Ky treg, që ta dini, është një nga tregjet më kriminale në Ballkan, në Europë dhe në botë. Janë 200 sipërmarrje, të cilat të patronuara, siç dihet, nga Olsi Rama, ortaku i Amand Josifit, të cilat ditën atë vjedhin qytetarët e huaj me mashtrimin. Mashtrojnë qytetarët dhe call centri i cili u kontrollua si pas hetimit që kanë bërë me agentët e vetë, vjedhte në muaj të paktën 30 milion euro. Gjykata kushtetuese është një seksion i organizate partie të Partisë Socialiste. Njerë së pari, komenti i parë. Atë çështje gjykata kushtetuese e trajtoi pas 8 muajve paraqitje. Në një kohë kur çdo çështje që ka të bëjë me qeveritarët e trajton brenda 2 dhe 3 javëve. Këto janë standardet partijake të gjykatës kushtetuese. Së dyti, gjykata kushtetuese në një vendim të kodur partijak shpalli jo kushtetuese vendimin ndaj meje, por nuk e shfuqizoi atë. Nuk e shfuqizoi. Ndërkohë që ai vendim ka pasoja edhe sot. Pra, nuk e shfuqizoi duke pretenduar se nuk është më në fuqi, por në fuqi janë pasojat e tij. Dhe vendimi në çdo doktrinë, përveç se atë të partisë së krimit, vendimi duhej shfuqizuar. Çfarë bëri me vendimin që mori? Mori një vendim në favor të lubis dhe lubive të tjera që do shkojnë aty. Kaq është vendimi, i turpshëm.